Grupet kriminale shqiptare gjetën një bazë të re për të fshehur dhe për të dirigjuar ngatje trafikun e kokainës dhe vrasjet me pagesë të rivalëve në vetëlindje. Dubai dhe Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe deri pak kohësh dukeshin të pathyeshëm, por realiteti i vitit të fundit tregoi se ky vend nuk mund të jetë më fole e krimit shqiptar. Disa emra të rëndësishëm që SPAK i kërkonte prej kohësh për disa hetime tashmë po përballen me drejtësinë për vepra të rënda penale. Mbetet të paraqashtë si Shqipëria mundi të thyejë mitin e Dubait, ndërsa pjesa më e madhe atyre që dalin para gjykatës për vlerësim të masës sigurisë e përshkruajnë si dëshirë të tyre për t'u dorëzuar. I pari që preku tokën shqiptare pas një aktiviteti të gjatë në Emirate ishte Bruno Çoba më 13 mars të vitit të shkuar. Ai është në akuzë nga SPAK për mashtrim përmes bursave që llogaritën deri në 4.7 milionë euro. Të fundit të depërtuar janë Elvis Daka, Maxim Koçi dhe Ado Xhika, më 19 qershor, të akuzuar si anëtar të organizatave kriminale të Soil Çelës dhe çapeve në Elbasan. Emrat e personave të depërtuar nga Dubai janë si më poshtë: më 13 mars 2024 Bruno Çoba, më 14 gusht 2024 Flauren Dervisha, Julian Meçaj, më 21 gusht të vitit 2024 Arjan Malko, më 2 maj të vitit 2025 Florent Çapja, më 11 qershor 2025 Dashnor Dumani Armi Stafa, më 19 qershor 2025 Elvis Daka, Maxim Koçi dhe Aldo Xhika.